Sekretari amerikan I Thesarit Scott Bessent sinjalizoi gatishmërinë e administratës Trump për të zgjatur pauzën aktuale 90 ditore të tarifave për te nëntkorrikur për partnerët kryesor tregtar. Shtetet e Bashkuara kanë 18 partnerë të rëndësishëm tregtar, tha Bessent në një seancë dëgjimore në Washington. Sipas tij, administrata Trump po punon për të arritur marrëveshje me ato vende. Ka shumë gjasa që për ato vende dhe blloqe tregtare si Bashkimi Evropian që po negociojnë me mirëbesim, Shtetet e Bashkuara do të shtyjnë datën për të vazhduar negociatat. Nëse dikush nuk po negocion, atëherë as ne nuk do ta bëjmë, u shpreh Bessent. Deri më tani zyrtarët e administratës Trump nuk ishin shprehur gatishmërinë për të zhvendosur pezullimin 90 ditor të tarifave, pa arritur të paktën kushtet e një marrëveshje para skadimit të afatit, ndërsa komentet e Bessent tregojnë se qeveria mund të jetë më e prirur të ndryshojë afatin e vetvendosur, ndërsa momenti po ofrohet. Pauza 90 ditore Donald Trump mbi tarifat reciproke u njoftua më 9 prill dhe do të përfundojë në më pak se një muaj. Zyrtarët e Trump kanë thënë vazhdimisht se janë afër në shkrimit të marrëveshjeve tregtare me shumë vende, por deri më tani Shtëpia e Bardhë ka njoftuar vetëm një marrëveshje zyrtare tregtare me Mbretërinë e Bashkuar dhe një marrëveshje kornizë me Kinën. Pakti SBA-Kinë u njoftua të mërkurën, por detajet e plota janë ende të paqarta.